Ish kryetari i Vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen nga posti kryetarit të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri. Ai sqaroi se ka dhënë dorëheqjen vetëm nga kjo pozitë, kurse do të angazhohet në kryesinë qendrore dhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s. Me shumë dashamirësi, reflektim dhe përgjegjësi të thellë politike, ka marrë vendimin të jap dorëheqjen nga detyra e kryetarit të degës së LDK-s në Vushtri, u shpreh Tahiri ndër të tjera. Ai u shpreh se ky hap nuk e ndalon angazhimin e tij politik dhe besimin e tij në LDK. Kujtojmë se Xhafer Tahiri kishte lidhur marrëveshje pasgjithore me kandidatin e lëvizjes Vetëvendosje, Sulejman Meholli në zgjedhjet lokale. Kjo gjë shkaktoi reagime të shumta, sepse LDK-ja kishte deklaruar se nuk e ka dhënë miratimin për këtë marrëveshje. Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, Edosh Xhegrova, ka udhëtuar drejt Torinos me njëherë pas ndeshjes ndaj Zvicrës, duke shfrytzuar një aeroplan privat. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës, në ndeshjen e luajtur në shiun e rreth të martën brëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arriti ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Në ndeshjen ndaj Zvicrës, Xhegrova mori minuta më shumë se sa në ndeshjet e kaluara pasi ka filluar të marrë formë pas lëndimit që i zgjati thuajse një vit. Për të qenë më i freskët dhe më i gatshëm për ndeshjen e fundjavës me Juventusin, ylli Prishtinas ka udhëtuar menjëherë pas ndeshjes drejt Torinos me një aeroplan privat. Nuk ka informacione ende nëse ky aeroplan i është dërguar nga klubi italian apo është paguar nga vetë lojtari, por kjo pak rëndësi ka. Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Albian Hajdari, i ka dhënë përkrahje Granit Xhakës pas pritjes jo edhe aq të mirë në ndeshjen e mbrëmshme. Kosova mbylli kualifikuesit me një barazim 1-1 në Prishtinë ndaj Zvicrës, në ndeshjen e luajtur në shiun e rreth të martën brëma. Këto kualifikuese ishin historike për Kosovën pasi arritën ta mbyllin në vendin e dytë, duke siguruar një vend në play-off. Megjithatë, ylli shqiptar i cili mba fanellën e Zvicrës, Xhaka, nuk u prit edhe aq ngrohtë nga një grup i tifozëve në stadium, të cilët vendosën ta vërshëllejnë pas çdo prekje të topit. E gjithë kjo vjen pas disa deklaratave të mesfueshorit të Sunderland kundër Albian Hajdarit dhe Leon Avdullahut, të cilët lanë fanellën e Zvicrës për të përfaqësuar Kosovën. Por ishte pikërisht Hajdari i cili doli në mbrojtje pas ndeshjes, duke postuar një fotografi së bashku me Xhakën dhe Avdullahun me një mbishkrim: "Ne jemi një." Kjo fotografi u shpërnda edhe nga Avdullahu duke treguar që edhe mesfueshori e përkrah dhe nuk ju ka mbetur as pak hatri nga deklaratat e bëra. Fotografia u rishpërnda edhe nga vetë Granit Xhaka më pas.